thot mirëve ki islami, mirë, edhina ma qebe, po ja presin dorën, me ja prej dorën, anë që ti dyshime, qishbe ki islami me prej dorën. Kur ta shikojsh nënën tjetër, se ata domin ma të madhe, ata mbytja ma e madhe, kidnapimi ma i madh, mbytja njerëzve ma shumë të ndodhë në Amerikë, vjedhje e bankave, prevje, në për Evropë. Këshire ti në kohën e pejgamberit alayhis salam, sa dorë janë prej, mbi 3 dura, a janë prej, as janë prej. Këtu sa koka po prehen ditë, qindra në ditë. Për ata njëri i kishte thënë, i kish pyet çuçbe ju musliman prejni dorë, atë dorë me prej gjuna, njërin me lon pa dorë. Ka thonë mirë, ka thonë po ta kallzoni shembull. Nëse ti, për shembull, e keni djalë në spital, edhe ai djalë është shumë i smur. Në ato momente, domethënë i thot mjeku që 100.000 euro kushton operacioni. Djali jot është në rrezik. Nëse mi bjen 100.000 euro, dije se djali jot do të bëhet operacioni i suksesshëm. Edhe shkon nëna e tij, ai merr thot në bank apo ju hazon kudo koft, duke shku rrugës, duke mritë spitalit, del një hajn ta merr atë çantën me parë kret. Çka i kishe bëu, te kisha mitën, se djali jam më shumë rrezik, thotë, jo, ka dalë ti, po ti kanë shumë më ekstrem me mit. Jo me mit, veç dorën më japre. Ti jam menon thotë se me vjet diçka shumë thjesht, për shembull me vjet një mastik më japre dorën. A kupton? Jo, me treguese, si ja thekën njëri për shkak se thekën njerëzit edhe ndonjësh, mos e këshir të Islamin vetëm të një pjesë, këshire Islamin në përgjithësi. Për shembull, me marr me një vend miell, këtu ujë, këtu sheqer, këtu pak krip, këtu pak zejtin. Edhe provon kripën, s'është mirë. E provon millin, a hat milli, me marr me dorë s'hat milli. Po merre vojën që e ka qit për shemb pa zi, pa përzit, me marr vojën s'shkon. Ama përzi këtë bane, kur ta përzish ta bësh tort me çokoladë, me krip, me sheqer, me këtë, sa e lezetshme kanë akon. Ti mos e këshir, vallai, shkoj ke vojë, nuk shkoj ke hiç ashtu, kripa su hajke vet. Ama sheqeri su hajke, ama bani këtë bashk, del domethënë e shisht. E tash disa mundojnë domethënë vazhdimisht me shtit dyshime edhe në rregullat e shariatit.